Kur kanë mbetur pak ditë nga çelja zyrtare e sezonit veror, Komiteti Rajonal i Zhvillimit të Turizmit për Qarkun Shkodër diskutoi sfidat kryesore dhe prioritetet. Shqetësimet kryesore lidhen me trafikun e rënduar, ndotjen akustike dhe administrimin e mmetjeve. E vështirë për të përballur, megjithatë përsëri jemi në diskutim me bashkitë përkatëse dhe strukturat e rendit dhe sigurisë në territor, që të vazhdojnë të vijojnë marrëveshjet që janë realizuar edhe gjatë vitit të kaluar për hir të vërtetës, në mënyrë që të mbesim në standarde të larta të menaxhimit të mbetjeve dhe të ndotjes mjedisore, të cilat janë edhe në fokus kryesor të Ministrisë së Mjedisit. Realisht synimi i bashkisë është që të rritet intensiteti, por edhe netet e qëndrimit në qytet. Por drejtuesit vendor të rrojnë vëmendjen edhe për problemet me furnizimin me energji elektrike, si dhe për infrastrukturën rrugore, e cila kërkon ndërhyrje të menjëhershme për të përballuar rritjen e turizmit. 110, 20, 35 kV, i cili do të sigurojë furnizimin pa ndërprerje të plazhit Velipojës, gjithashtu po ndërtohen edhe 3 fidra të ri, 2 në plazhin Velipojës dhe 1 në Rreoll, dhe gjithë ky investim do të bëjë të mundur kompletimin e të gjithë zonës Bregdetit nga Velipoja deri në ranën e Hellën me linjë 20 kV, e gjitha është unazore dhe mendojmë që për këtë sezon nuk do të kemi problematika për sa i përket plazhit Velipojës. Zyrtarët e policisë lokale thanë se tashmë e kanë gati planin e masave për sezonin. Ne kemi disloku forcat posaçme të policisë rrugore, të cilat do të ndëshkojnë dhe do të monitorojnë çdo shkelës të rregullat të qarkullimit rrugor, sidomos në orarin e kufizimit të mjeteve. Për këto kemi marrë masa në bashkëpunim edhe me doganën që administron objektin, sidomos pikën e Murriqanit, për të bërë disa investime të vogla për shtimin e personelit dhe sporteleve. Kemi kontaktuar dhe me palën malazeze për të rakorduar me to në lidhje me rastet kur ka fluks të shtuar për të aplikuar procedurat e përshpejtuara. Këtë vit në Velipoj nga 83 aplikime, 42 janë miratuar dhe 8 janë ende në proces shqyrtimi për menaxhimin e hapësirave publike, ku zona e Rreollit vjen si një risi për këtë sezon.